për kohën. Fillimi i vitit të ri shkollor duket, ose të paktën po shpresojmë shumë të mos ketë telashe, megjithatë duke parë se ende fëmijët nuk janë pajisur me mjetet shkollore, me tekstet shkollore, me gjësendet e nevojshme, duket se do të krijojnë telashe. Si e shihni ju, çfarë parashihni? Po fatkeqësisht unë nuk po shoh diçka të re në këtë proces prej viteve të kaluara. Vonesa në pagesat e mjeteve, pastaj furnizimi me mjetet mësimore, blerja me kohë, fillimi i mbarë vitit shkollor na kanë shoqëruar neve për shumë vite. Dhe kur them nuk po shoh diçka të re, do thotë është ajo vazi vjetër siç e kemi pasur që shumë vite që papërgjegjësia do thotë e dominon fushën e arsimit dhe si rezultat i saj kemi një gjendje të tillë kur faktikisht nuk mund të themi që do të kemi një fillim të mbarë, kur me gjithë ato probleme që janë të grumbulluara, pa këto të përmendurat më lart, atëherë me të vërtetë do të kishte qenë utopike të themi se do të kemi një fillim të mbarë dhe do të kemi një, si të themi, një proces të rregullt të fillimit të vitit shkollor. Dhe në anën tjetër, kohë ka pas mjaftueshëm, po besoj, që të përgatitet gjithçka që të sigurohen që nxënësit kur të kthehen në bankat shkollore të mos kenë telashe dhe përmëtej se nxënësit po janë edhe prindrit në dilemë lidhur me atë se çfarë dhe si duhet të veprojnë realisht. Përkundër asaj që mund edhe të tingëlloj ndoshta pesimist, por derisa fusha arsimit të mos mirët seriozisht, nuk do të mund të presim mrekullira ose nuk do të mund të presim një përmirësim të ndjeshëm të gjendjes. Andaj edhe si rezultat i kësaj neglizhence me udhëheqjen e proceseve të rëndësishme në fushën e arsimit, shpesh janë vendosur individ dhe grupe të caktuara të interesit që më spaku e kanë interesin për arsimin e Kosovës dhe gjitha tjerat janë prioritet për ta. Por kjo më së miri shihet edhe me këtë fillim vit, andaj me të vërtet është për keqardhje dhe është me të vërtet për neve si qytetar të këtij vendi, kur e shohim këtë gjendje dhe kur e shohim se me sa lehtësi do të thotë krijon këto probleme të panevojshme dhe me sa papërgjegjësi do të thotë punohet dhe nuk luftohet në drejtim të përmirësimit të gjendjes në arsim. Fatkeqësisht ky është realiteti, do të dëshironim të ishte shumë më mirë, por që realitetin me fjalë nuk mund ta ndrojmë. E qartë, në fakt unë kam një reagim të ministrisë i cili ka ardhur para pak ditësh